vetëm me këtë. Prandaj do të them vetëm një fjalë. Kjo është çështje që i takon institucionit të Ministrisë së Arsimit. Ju lutem shumë, kësaj radhe mos bëni indiferentin. Shkoni shikojeni çështjen, kapeni hallkat, keni kompetencën më të madhe për të thithur të gjithë hallkat, sepse vëmendja është e madhe. sepse nuk ka fuqi prindi tani në këtë moment. Është një traumë psikosociale. Është e vërtetë. Dhe ka nevojë për ndihmë. Hajde ta ndihmojmë të gjithë nga ky emision. Zoti Syriku, të falenderoj. Unë e kuptoj, Po. Dëgjoj. Duhet ta mbyll. Po, duhet ta mbyll. Lexojmë në komente që vën fajin prindrit. Prindi nuk di se ç'bën fëmia në shkollë. Në shkollë prindi i dytë është mësuesja. Absolutisht. Edhe para se të lidheshim bashkë tekstin e vumë tek bashkëpunimi midis prindit, psikologut edhe mësuesit. Zoti Syriku, uroj shumë që të rifitoni besimin tek institucionet, tek shteti edhe të gjitha hallkat që garantojnë rritjen, por edhe edukimin e fëmijës suaj. Ju falenderoj edhe një herë, shpresojmë shumë që ky emision të ketë rritur ndërgjegjësimin edhe autoritetet t'ju drejtohen për t'ju ndihmuar. Faleminderit edhe një herë që ishe prezent. Faleminderit, mirëpafshim. Marcela, faleminderit, Zishora, Duhet faleminderit. themi edhe një të fundit, e di që ta mbyllësh, po duhet ta them edhe një të fundit. E kërkojmë këtë gjë për një arsye. Shkolla dhe cikli ku fëmijët janë e drejtë kushtetuese, sepse janë arsimi detyruar. Prandaj ja kërkojmë Ministrisë së Arsimit se ka përgjegjësi institucionale edhe ligjore. Kështu që le të bëhem bashkë dhe ta zgjidhim si problem.